Shikoje baba edhe nana kur vjen dikush dhe ja kërkon vajzën për martes. A ban pyetje prindi, ai djali i cili e kërkon vajzën time, a e fal namazin? A shi xhamis? A ka frikë Allahun? A ka nder? A ka moral? A ka familje me vlerë dhe me nder? Apo pyetja e parë do t'jetë, çka punon? Sa e ka rrogën? Çfarë veture vozit? Çfarë shtëpi e ka? Falet, nuk punon, është problem i madh. Ama punon e nuk falet, nuk është problem fare. Hajtë se mund t'ja nisë të falet më vonë. A jemi ne aty, ku thot Allahu? A jemi ne afër asaj që qiti me shpresë që do t'i përmirësoni? Vajza falet, është me shami, është me nder, është me krejt mirat, martohet me një djalë i cili ka pasuri, po ndoshta nuk i intereson fare feja Allahut Azza wa Jall. Pas një kohë martesë e sheh që edhe vajza e kalon namazin. Pas një kohë martesë e sheh që edhe vajza e ka hik shamin. Pas një kohë martesë e njëjta vajzë në darsën burë edhe gra duke vallëzuar me muzikë, çka bane? E ke humb vajzën tënde. Për çfarë arsye? Për një arsye të dunjas. Mos i martoni të këqit që t'i përmirësoni ata, do t'ju prishni. Ai njani thot vallai mira ma ushqimi nuk ishte bash nivel. Ai tjetri thot valla mira ma restorani ishte pak si nxeh. Ai tjetri valla mira ma pak misafir kish pas. E se cili me nga një fjalë, ndërsa ti duke u munduar që tua bash qefin atyre. Në sa raste mundohemi të arrim kënaqësinë e Allahut apo kënaqësinë e njerëzve. Ta baj darsmën me islam apo ta baj darsmën me haram. Vallai mos me bo me muzik, nuk më vin darsëm as familja. Duhet me bo darsmën ndryshe. E pastaj tjetri thot valla e di që e ka bura e gra, ama mos me shku midhnohet. T'idhnohet Allahu dhe t'idhnohet filani, cilës besimtari jep përparësi. Nuk kanë dash me shku atje në pushim në haram, ama hatri i fëmijëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush mundohet që ta arrin kënaqësinë e Allahut, duke i hidhruar njerëzit, Allahu do t'jet i kënaqur me te, do t'i ban edhe njerëzit të kënaqur. E kush mundohet të arrin kënaqësinë e njerëzve, duke hidhruar Allahun, Allahu do t'jet i hidhruar pastaj edhe njerëzit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad